gjykatës. E gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve, trupi gjykus pas këshillimit dhe votimit ka shmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete. Andaj, në bazë të nenit 358 të kodit procedurës penale, në emër të popullit, trupi gjykus një zëri merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Izet Sheshiri, Faton Vrajolli, Kadri Sheshiri, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi, me dhënat si në procedurë të shqyrtimit gjyqësor. Të gjithë të larsekurit janë fajtor për veprën penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 2 të kodit penal të Republikës Kosovës, kjo sa i përket të akuzuarit Izet Sheshiri dhe Faton Vrajolli. Ndërsa, nga paragrafi 1 i potnjëjtit nën për Kadri Sheshirin, Kadri Ibrahimin dhe Femi Bytyqin në lidhje me veprat penale të narkotikëve. I akuzuari Izet Sheshiri është fajtor edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve. Në mbështetje të dispozitave të kodit penal të Republikës Kosovës dhe kodit të procedurës penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vija. Të akuzuarin Izet Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 60.000 euro gjobë për veprën penale të parë, ndërsa për veprën e dytë penale 3.000 euro gjobë, gjithsej 63.000 euro gjobë. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Faton Vrajolli e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 30.000 euro gjobë. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 15 viteve dhe 5.000 euro gjobë. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Ibrahimi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjobë. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Femi Bytyqi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjobë. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe paraburgimit. Të akuzuarve Izet Sheshiri, Faton Vrajolli dhe Kadri Sheshiri ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar, ndërsa me aktvendim të veçantë të akuzuarve Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi ju caktohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. Sa i përket dënimeve me gjobë, nëse të akuzuarat nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, gjykata konform nenit 43, paragrafi 3 të kodit penal të Republikës Kosovës mund të se vendsoj dënimin me gjobë me dënim me burgim ku një ditë burgim llogaritet në 20 euro gjobë. Konfiskohen sasia e narkotikut, me shras urdhërohet edhe shkatrimi i saj. E po ashtu konfiskohen edhe mjetet që kanë lidhshmëri me veprën penale të kryer, të propozuar si në aktakuesi dhe mjetet monetare të sekuestruara. Konfiskohet arma për cilën është shpallur fajtor i akuzuar Izet Sheshiri. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale të akuzuarat që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimit procedurës gjyqësore të paguajë pashpalljen gjyqësor në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 eurove. Të gjitha këto në afat për 15 ditë nga plotësishmëria e këtij aktgjykimi. Një arsyetim më i detajuar lidhur me çështjet ligjore të aspektit procedural, konstatimin mbi gjendjen faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqiptuar, do të jepet me arsyetimin me shkrem të vendimit të kësaj gjykate. Krejt në fund, palët e pakënaqura, gjykata i udhëzon në këshillën juridike që kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës gjykatës së apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës. Pronto.